Lowell është një ikonë e modës botërore, një emër që ka shkëlqyer në pasarelat dhe kopertinat më të njohura të globit për dekada me radhë. Ajo filloi të kishte sukseset e para në modelim në vitin 1979, kur shpesh në kopertinën e revistës Harper's Bazaar. Gjatë viteve 1980, ajo shpesh në mbi 500 kopertina revistas, si Vogue, Vogue Paris, Vogue Italia, Elle, Cosmopolitan e shumë të tjera, duke u bërë një nga modelet më të famshme të epokës së saj. Supermodelja Carol Holt ka sfikatur dhe si aktore duke interpretuar në role të ndryshme në serialin televiziv Thunder in Paradise në vitin 1994, në filmin aksion të vitin 1997, Mbrojtësi e të tjerë. Është hera ime e parë në Shqipëri, është hera ime e parë tek Muza, është hera ime e parë tek Rudina. Si ka qenë udhëtimi yt në Shqipëri? Kam kaluar shumë mirë. Kemi parë qytetin e vjetër, kemi ngrënë ushqime të mrekullueshme, kemi vizituar Beratin, tani jemi në Tiranë, jemi në Green Coast, e kemi kthyer në një udhëtim të plot. Mendimi im për natën e sotme është që ky është një event i mrekullueshëm, sepse jep mundësi një stilisti të ri. Do të shohim 10 stilistë të jashtëzakonshëm, por njëri do të spikas mbi të tjerët dhe do të ketë mundësinë të shkojë në Amerikë dhe të mbështetet e ndihmohet. Dhe unë dua të ndihmoj njerëzit e tjerë të hedhin hapa në karrierën dhe jetën e tyre. Kjo është mundësia perfekte për ta bërë këtë për dikë. Çfarë të ka pëlqyer më shumë nga Shqipëria? Nuk mund të vendos. Është deti, janë burrat dhe gratë që janë kaq të dashur dhe të sjellshëm. Është ushqimi. Nuk e di, ka kaq shumë për të pëlqyer në Shqipëri. Nuk mund të zgjedh vetëm një gjë. Ne nuk mund ta besojmë që ti Carol ke ardhur në Shqipëri. Ne të kemi parë ty nëpër filma, kopertina revistash dhe je një ndër modelet më të bukura në botë. Është e pabesueshme. Kur të pash, nuk mund të t'i besoja syve dhe thash që kjo është Carol apo jam duke ëndërruar. Ti je shumë e bukur, cili është sekreti yt i bukurisë? Jam e sigurt që çdo kush po pyet për këtë. E di, në Amerikë është shumë e vështirë të qëndrosh në formë me të gjitha gjërat që i bëjmë ushqimit ton. Shumë më e lehtë në Europë, por unë ndjek një dietë të papërpunuar, pi shumë ujë, fle shumë dhe qëndroj larg të gjitha veseve, sepse jam një person që i pëlqejnë veset, ndaj ri larg tyre. Ku do të jetë udhëtimi yt i radhës pas Shqipërisë? Po xhiroj një film në Connecticut, kështu që nuk do të jem larg shtëpisë. Dhe pastaj besoj se do të jem në Dubai, dhe ndoshta në vendet e bllokut lindor. Do të presim të shohim se çfarë ndodh. Politika po pengon disa gjëra për momentin, por e di, uroj më të mirën për të gjithë me Iran, Izrael, Gaza, Rusi dhe Ukrainë. Zemra ime është me të gjithë ata që janë në vështirësi të mëdha për momentin. Projekti yt me Fadil Berishën? Apo bëni diçka të veçantë këtu në vendin tonë të bukur? Duhet të them që Fadil Berisha është njeriu më bujar, më i dashur, më i sjellshëm dhe si fotograf ka syrin më të pabesueshëm. Mund të kap në çdo dritë anën më të bukur të një personi. Shpirti yt shkëlqen përmes tij dhe mendoj se ai ka bërë shumë për Shqipërinë. E shoh tek njerëzit që i afrohen atij. Alfred Hitchcock, here he is. We were talking about you, and she was telling how wonderful you are. Listen, this Dëgjoni këtë zonjush të re këtu. Kur u rrita, e nisa karrierën time si fotograf. Ishte ëndra ime të punoja me të. Ajo njihej si fytyra, që do të thotë fytyra më e bukur në botë. Dhe të kisha mundësinë të punoja me të, ndoshta duke u kthyer pas sa viteve me Taron Rose, kemi bërë të paktën 20 vite më parë një fushat për këpucë, por nuk patëm mundësinë të punonim vërtet. U rilidhem pas disa vitesh përmes shoqeve të mia, Melanie dhe Carmen, dhe vetëm para 1 apo 2 javësh bëm një set fotografik në New York. E fotografova ashtu siç e mbaja mend, kur ishte 15 ose 16 vjeç, dhe ajo duket e mrekullueshme. Ajo është një frymëzim për çdo modele për të rifilluar karrierën e saj nga e para. Po, dhe jo vetëm kaq, por ajo është personi më i mrekullueshëm dhe pranoi të vinë në vendin tonë dhe të na nderojë. Dhe kjo për mua ishte një nder.